Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Javën e kaluar kemi shpjeguar për Ademin alayhis salam, historinë e tij dhe tash do të vazhdojmë inshallah me shpjegimin e librit të Ibn Kathirit, Qasasul Anbiya, tregime rreth jetës së profetëve. Ademin alayhis salam e kemi shpjeguar javën e kaluar, ndërsa tash sipas renditjes që ka rendit dietari në librin e tij, domethënë e ka rendit Idrisin alayhis salam. Mirë, për mes Idrisit alayhis salam edhe Ademit alayhis salam ka një pejgamber tjetër i cili ka pasur emrin Shet apo Shet. Për to ne nuk dimë shumë, mirë po është transmetuar se pejgamberi sa ka treguar që ka qenë pejgamber, që ka qenë bijve të Ademit alayhis salam. Ndërsa sa i përket Idrisit alayhis salam, gjithashtu edhe për Idrisin alayhis salam nuk dimi shumë rreth jetës tina. Mas shumë që o fol rreth israeliatëve, tregimeve të jehudive të krishterëve, ndërsa sa i përket tregimeve të vërteta rreth tij është se Allah subhanahu wa taala ka përmendur në Kur'an dhe ka lavdruar ato në Kur'an, ku ka thënë wadhkur fil kitabi Idris, përmende ti në Kur'an, domethënë është drejtuar pejgamberit tonë Muhammed alayhis salam Idrisin në Kur'an, përmende atë innehu kana siddiqan nabiyya, ai vërtet ka qenë pejgamber dhe ka qenë i sinqert. Wa rafa'nahu makanan aliya. Wa rafa'nahu makanan aliyya. Dhe ne e kemi ngrit atë në një gradë shumë të lartë. Domethënë e kena nderuar ato dhe e kena bërë për pejgamberin, por gjithashtu qëllimi i ngritjes tij është se në hadithin e pejgamberit alayhis salam që ka treguar për gjatë Isras që ka ndodhur me pejgamberin alayhis salam është se pejgamberi alayhis salam Idrisin alayhis salam e ka takuar në qiellin e katërt. Edhe ka thënë marhaban bi ibn Salih wal akh Salih. Mirë se vjen, domethënë Idrisi alayhis salam ka thënë pejgamberit tonë Muhammed alayhis salam, mirë se vjen o bir i njeriu të mirë dhe mirë se vjen o pejgamber i mirë. Idrisi alayhis salam është prej pasardhësve të Ademit alayhis salam dhe nuk dihet se sa ka jetuar, sa ka qenë koha mes Idrisit alayhis salam dhe Ademit alayhis salam. Mirë po thuhet se Idrisi alayhis salam, gjithashtu Idrisin alayhis salam e kanë përmend jehudit të krishterët me emër tjetër, jo Idris, siç e quajmë na. Mirë po kanë përmend Hanuh apo e Hanuh. Ndërsa tek ne emri i tij është Idris. Dhe thuhet se është quajtur Idris për arsye se li kethrati tadris. Për shkak se shumë ka lexuar domethënë librin e tij. Pastaj për Idrisin alayhis salam çfarë vërtetohet gjatë jetës tij, vërtetohet vetëm se ka qenë në një hadith ku pejgamberi alayhis salam ka thujt se Idrisin alayhis salam se ka qenë njeriu i parë i cili ka filluar shkrimin, i cili ka shkruar. Ndërsa thuhet, siç ka përmendur Kurtubi në librin e tij, se Idrisi alayhis salam është njeriu i parë i cili ka shkruar, kjo është e vërtetuar. Pastaj njeriu i parë i cili ka qep teshat. Mirë, por këto nuk di që ka ndonjë hadith të vërtetë që tregon këtë, mirë po është prej israeliatëve. Pastaj thuhet se është i parë i cili e ka ditë astrologjin, i ka njoft yjet e kështu me radhë. Pastaj thuhet se është gjithashtu edhe prej parëve i cili e ka ditë matematikën, llogaritjen, domethënë ka qenë llogaritje shumë i mirë. Kjo pra ishte sa i përket Idrisit alayhis salam, që është vërtetuar se vërtet Idrisi alayhis salam i ka ditë këto sene, mirë po nuk, ndërsa tek jehudit të krishterët librat e tyre është përmend se Idrisi alayhis salam shumë tregime rreth tij me melaqe. Dhe këtë janë israelitë, është përmend se si Idrisi alayhis salam e ka pasur dionin prej melaqeve ose melekul mautin, me angjulli i cili e merr njerëzit shpirtin, e ka pas shok. Pastaj në një tregim tjetër është se Idrisi alayhis salam është lutur tek Allahu mja lehtësu, domethënë
nxehtësinë e diellit, për melaçin i cili është kujdestar për diellin. Këto nga israelitët që e kanë përmendur në një ditë të krishterë, nuk kanë bazën to, as nuk i mohojmë, as nuk i pohojmë. Mirë po, është për picekim kështu shkurtimisht, edhe është lutë tek ai që t'ja lehtësoj Allahu, domethënë vapën që është nga dielli. Sepse një ditë për ditëve i ka rënë me ne shumë dinë, edhe kur ka ka thonë, po sikur si është ai kujdestari, domethënë meleku i cili është kujdestar për diellin, edhe është lutë Allahut subhanahu wa taala, dhe pastaj pasi që Allahu ja ka lehtësuar, domethënë kinse ja ka lehtësuar vapën që ati melekut, atëherë ka thonë nga kush po vje kjo o Allah, atëherë ka thonë nga pejgamberi Davud Idris, dhe është bashkë me ta, kështu Allah, tani pastaj është si Idrisi ju ka lutë këtij meleku që ta shtyjnë në xhenet e kështu me radhë. Mirë po këto janë israelitë dhe nuk ka bazë të vërtetë në të, ndërsa sa i përket Idrisit, ajo që është e vërtetë është se i pari është Idrisi alayhis salam i cili ka shkruajtur dhe këtë hadith e ka cek pejgamberi alayhis salam, edhe është i vërtetë dhe Buhariu e ka cek dhe Muslimi gjithashtu e ka cek këtë hadith. Ndërsa sa i përket wa rafa'nahu makanan 'aliyya, edhe kena ngritur në një pozitë të lartë, është se disa nga dietarë kanë thonë ka pas për qëllim që Allah subhanahu wa taala ka ngritur, domethënë qiellin e katërt në qiellin e katërt, ndërsa disa tjerë kanë thënë se Idrisi alayhis salam është ngritur sikur Isa, nuk ka vdekur, po është ngritur sikur Isa alayhis salam. Mirë po këto janë mendime dietarëve, ndërsa ajo që ndërsa disa tjerë nga dietarët kanë thënë se ka pas për qëllim që e kanë ngritur dhe kanë funë në xhenet. Mirë po, ajo që është domethënë e vërtetë është se ne e dimë që Idrisi ka qenë pejgamber, e dimë që Idrisi ka qenë domethënë njëri i sinqert, pejgamber i sinqert, dhe Allah subhanahu wa taala e ka ngritur dhe ja ka dhënë domethënë nderin apo respektin që ka pas, i ka mjaftuar që e ka quajtur si pejgamber dhe e ka quajtur si siddiq, të devotshëm, të sinqert. Por kjo është sa i përket Idrisit alayhis salam, mirë po Idrisi alayhis salam ka qenë nebi dhe nuk ka qenë rasul. Ndërsa dallimi mes nebijit dhe rasul është se pejgamberët janë në dy lloje, ka nebi dhe rasul. Dhe nebi është gradë më e ulët, ndërsa rasul është një gradë më e lartë. Pastaj janë ulul azmit, janë edhe një gradë hala më lartë. Dhe pastaj është pejgamberi alayhis salam, që është mbi gjithë pejgamberët, domethënë pejgamberi më i dashur tek Allahu. Dhe Allahu subhanahu wa taala ka thënë faddalna ba'dahum ala ba'd, dhe ne i kemi veçuar disa nga disa tjerë. Domethënë i pari është nebi, pastaj është rasul, pastaj është ulul azmi që është Nuhi alayhis salam, është Isa, Musa, Ibrahimi edhe pejgamberi Muhamedi alayhis salam. Këto janë ulul azmi, janë quajtur ulul azm për arsye se kanë pasur vështirësi të mëdha në thirrjen në davetin e tyre. Dhe më miri për këtyre ulul azmit është pejgamberi Muhamedi alayhis salam. Ndërsa dallimi mes nebi dhe rasul, pejgamberëve që janë nebi dhe pejgamberëve që janë rasul, është se kanë dhënë dietar shumë mendime rreth këtyre, mirë po ne do të përmendim disa dhe pastaj do ta përmendim që ajo që është më e vërteta. Për të thënë është nebi se është një pejgamber i cili uhiya ilayhi wa lam yu'mar bitablighi. Është një pejgamber i cili Allah ja ka dhënë shpalljen, mirë po nuk e ka urdhëruar me komentuar shpalljen. Ndërsa rasul është men uhiya ilayhi wa umira bitablighi. Është ai aty pejgamberi që Allah i ka dhënë shpallje dhe e ka urdhëruar me komentuar atë risalën apo atë dërgesën që ka dhënë, librin që ka dhënë Allah subhanahu wa taala. Pastaj ka prej dietarëve që kanë thënë se nebi është ati që Allah subhanahu wa taala nuk i ka dhënë libër, ndërsa rasul është ati që i ka dhënë libër. Pastaj kanë thënë dietarë që rasul është ai i cili ka ardhur me një shariat të ri, ndërsa nebi është ai i cili ka vazhduar me shariatin i cili ka qenë më herët, në këtë mënyrë. Mirë po, definicioni i vërtetë apo dallimi mes nebijit dhe rasul është ajo që ka përmend Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, se nebi rasul është ai pejgamber që është dërguar te një popull i cili kanë qenë pabesimtar, cilët e kanë organizuar domethënë atë pejgamber.
Dhe nebi është ai I cili është dërguar te një popull që ka qenë besimtar, mirë po Allah e ka dërguar ato me ia përmirësu moralin e tyre. Sepse kanë gabu, domethënë kanë bë mëkate dhe Allah e ka dërguar me atë pejgamber me I përmirësu moralin e tyre. Ndërsa Rasul është ai I cili është dërguar që të thras në besimin e Zotit një, sepse ata kanë qenë domethënë pa besimtar. Dhe nëse I shohim ajetet që Allah subhanahu wa taala I ka përmendur në Kur'an dhe I shikojmë gjitha, atëherë e gjejmë se çdo ku e ka përmend Allah subhanahu wa taala për një pejgamber se ka qenë nebi apo rasul, e shohim se rasul është kon ai pejgamberi I cili është dërguar për të një popull që kanë qenë pa besimtar. Si për shembull Nuhi alayhis salam është dërguar te një popull që e kanë përgjigjëstruar dhe kanë qenë pa besimtar. Gjithashtu Musa alayhis salam ka qenë te një popull që kanë përgjigjëstruar dhe kanë qenë pa besimtar. E kështu me radhë. Gjithashtu pejgamberi Muhamedi alayhis salam është dërguar te popull që ka qenë pa besimtar. Ndërsa nëse I shohim për shembull Haruni është dërguar pejgamber, mirë ka qenë rasul, ka qenë nebi dhe është dërguar si ndihmësi I Musait alayhis salam. Po gjithashtu edhe Idrisi, se në kohën e Idrisit alayhis salam ka pas besimtar, dhe Allah e ka dërguar për me përmirësu moralin që ka qenë, domethënë në atë kohë në kohën e Idrisit alayhis salam. Gjithashtu edhe një tregim tjetër që e lexova në një vend ishte se edhe kjo nga israelitët, domethënë që nuk ka bazë për të, është se melaçet janë ankuar tek Allahu. Dhe na thonë ti ke kriju njerëz në tokë, dhe ata kanë bërë fesat çast më. Atëherë Allahu subhanahu wa taala I ka arsyetuar njerëzit dhe ka thonë se këta nuk I kanë krijuar që kanë domethënë efshe, kanë gjona që ngojnë mas tyne kështu me radhë I kanë sprovu domethënë. Atëherë ka thonë nëse doni, atëherë zgjedhni dy nga melaçet e juve, domethënë nga melaçet që I kanë krijuar, edhe do t'ju zbres në tokë, edhe do ta shohim nëse mundim me përballue sprovave që janë në tokë. Edhe atëherë kanë kërkuar I kanë zgjedhur dy prej tyre që kanë qenë më të mirë. Edhe thuhet që njëri ka pas Harut dhe Marut, edhe këta dy I kanë zbritur tokë, edhe kështu me radhë derisa edhe këta kanë devijuar nga rruga. Kjo është nga israelitët që nuk ka bazë të, edhe përkundrazi është një nga tregimet që dihet ashiqare që është rënd, sepse Allah subhanahu wa taala I ka krijuar melaçet dhe kanë qenë melaçet janë krijesa që nuk I kundërshtojnë Allahun dhe adhurojnë gjithmonë. Kjo ishte domethënë sa I përket Idrisit alayhis salam dhe dallimit mes nebi dhe rasul. Ndërsa tash do të flasim për Nuhun alayhis salam, do të lexojmë tregimin e Nuhit alayhis salam, se Nuhi alayhis salam ka qenë domethënë rasul, sepse është dërguar te një popull I cili kanë qenë pa besimtar. Dhe Nuhi alayhis salam ka lidhje me Idrisin alayhis salam, sepse është prej pasardhësve të Idrisit alayhis salam dhe siç thuhet, mirë po nuk e di më është e vërtetë, mirë po thuhet se ka qenë gjyshi I tij, domethënë gjyshi I babait të tij, Idrisi alayhis salam. Kuptuat? Gjyshi I babait të tij. Domethënë ka qenë stërgjysh ka pas Idrisin alayhis salam. Mirë po kjo nuk e di më është e vërtetë apo nuk është e vërtetë, mirë po kjo kështu ka cek dietarin libër, edhe ne as nuk e pohojmë, as nuk e pohojmë sepse nëse e mohojmë nuk kena diçka në tonë, nëse e pohojmë nuk kena diçka në tonë. Veç mirë po nëse e dim se ka pas lidhje ata, padyshim se kanë pas lidhje sepse në plejarët e njerëzve është nga një, domethënë nga njëri, nga Ademi alayhis salam, edhe pastaj bijve të Ademit kështu me radhë. Dhe mes Nuhit alayhis salam edhe Ademit alayhis salam ka një hadith I pejgamberit alayhis salam që ka thënë se kanë qëndruar 10 shekuj. Dhe gjitha këta 10 shekuj kanë qenë Islam. Domethënë kjo mohon tregimin se si disa nga komentatorët e Kuranit apo disa nga historianët kanë thënë se pas ndodhjes që ka ndodhur mes Kabilit dhe Habilit, dy bijve të Ademit, Kabili pas vrasjes vëllavet e ka nisë me adhuru zjarrin. Dhe nëse ka qenë kjo tregim I vërtet, Kabili edhe bijtë e tij domethënë kanë filluar me adhuru zjarrin. Dhe nëse kjo do të ishte e vërtet atëherë hadithin që ka transmeton që është
Sahih al-Bukhariut, Ibn Abbas radhiyallahu anhu ka thënë se pas mes Ademit alayhis salam edhe Nuhit alayhis salam kanë qëndru 10 shekuj gjithë në Islam. Me këta kuptojmë se çata gjatë 10 shekujve njerëzit nuk kanë bërë shirk, nuk kanë bërë shok Allah subhanahu wa taala. Dhe si mund mi kuptu këta 10 shekuj? A kanë qenë 10 shekuj që shi numrojmë na, që një shekull i ka 100 vjet, apo kanë qenë 10 shekuj apo 10 gjenerata, sepse një shekull në fenë islam nuk ka për qëllim një gjenerat, nuk ka për qëllim një prej 1 deri në 100 vite, por ka për qëllim një gjenerat, sikur që ka thonë pejgamberi islam, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum. Shpo gjenerata më e mira, apo shekulli më i mirë është shekulli në cilin jam unë, pastaj ata të cilët vinë pas mire kështu me radhë. Domethënë e ka pas Allah pejgamberi sa për qëllim 70 shekuj që janë 10 shekuj 10 gjenerata, apo ka pas këtë nuk e di mirë, po ajo që shihet është për qëllim 10 gjenerata. Dhe pas këtyre 10 shekujve, 10 gjeneratave, atëherë njerëzit kanë filluar me devijim nga rruga e Allahut subhanahu wa taala. Dhe devijimi ka qenë shumë i thjeshtë, sepse shejtani që kena mësuar në tregimin e Ademit alayhis salam është betu se ka më qenë armik i njeriut përgjithmonë. Edhe ka thonë do t'i vinë nga ana e majt, nga ana e djathtë, do t'i vinë nga prapa, nga para, edhe vetëm me gjetë mënyrën se si me depërtu tek ai edhe me devijue. Edhe tregimi qysh ka hi, domethënë shirku, me bërja shok Allahut tek njerëzimi është se në fillim disa njerëz të cilët janë quajtur waddan wa sawan wa yaghutha wa yauqa wa nasra, këta gjithë kanë qenë njerëz të mirë që kanë jetuar në kohën para kohës në Nuhit alayhis salam. Edhe njerëzit me kalimin e kohës, këta njerëz që kanë bërë, i kanë marrë edhe i kanë pikturu, edhe kanë thonë t'i kujtojmë këta se këta kanë qenë njerëz të mirë, nuk kena na për gjë tjetër. Mirë, po vetëm t'i përkujtojmë, ka qenë filani njëri i mirë, për shembull, ka qenë Jauqa njëri i mirë, apo Nesra ka qenë njëri i mirë, na vesh t'i përkujtojmë këta. Dhe me kalimin e kohës, ka kaluar ajo gjenerat, ka ardhur gjenerata tjetër. Atëherë shejtani ju ka bërë vezvese dhe ju ka thonë që këta njerëz kanë qenë shumë njerëz të mirë dhe nuk e meritojnë me milion kështu, po do të m'ia ndresh në formë të buzët apo në formë tillullit, sepse kanë qenë njerëz të mirë. Dhe sa herë që ti shihni, i përkujtoni që filani dhe filani kanë qenë njerëz të mirë. Me kalimin e kohës apo me kalimin e kësaj gjenerate, kanë ardhur gjenerata tjetër e cilën shejtani ka thonë, i ka bërë vezvese, ka thonë këta njerëz kanë qenë shumë njerëz të mirë, kanë qenë njerëz të devotshëm. Tek Allah subhanahu wa taala mund me ndërmjetësuar, sepse për me ardhur tek Zoti, për me ndërmjetësuar te Zoti do të më koni njëri i mirë i cili nuk i ka bë shok Allahut edhe nuk i ka bë mëkat Allahut. Edhe atëherë njerëzimi domethënë gradualisht ka ardhur deri tek mi bë shok Allahut edhe me adhuru tjetër kanë pas Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa qëllimi i gjithë pejgamberëve ka qenë që të thrasin popullin e tyre në besimin në Zotin një dhe mos të adhurojnë askënd tjetër. Edhe Nuhi alayhis salam, Allahu subhanahu wa taala e ka dërguar te populli i tij sepse kanë qenë popull i dhujtar. Kanë qenë popull i dhujtar, të cilët kanë bërë shok Allahu subhanahu wa taala dhe e kanë përgënjeshtruar Nuhin alayhis salam. Ne do të lexojmë ajetet që kanë të bëjnë me Nuhin alayhis salam, e që Allahu subhanahu wa taala i ka përmendur surën Hud. Mirë, por gjithashtu edhe një kapitull në Kur'an është quajtur suratun Nuh. Kaptina e Nuhut alayhis salam, ku Allah subhanahu wa taala ka treguar tregimin e Nuhit alayhis salam. Mirë, po atë është shkurtimisht, ndërsa në surën Hud Allah i ka përmend dikon prej ajeteve 25 deri 49, i ka përmend një sa ajete vjen 20 diçka ajete ku i ka cek se tregimin që ka ndodhur në kohën e Nuhit alayhis salam. Ne do ta lexojmë së arabisht dhe pastaj do ta lexojmë në shqip dhe shkurtimisht do të flasim rreth ngjarjes së Nuhit alayhis salam. Thot Allah subhanahu wa taala: "وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا
وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إني افتريته فعليه إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا أعصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا لقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منها عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. To pra janë ajetet që i lexuam dhe janë për 20 diçka ajete që së bashku gjitha këto ajete tregojnë historinë e Nuhit alayhis salam, e tregojnë historinë edhe të tufanit që ka ndodhur në kohën e Nuhit, por gjithashtu e tregojnë edhe historinë e djalit të tij apo familjes Nuhit alayhis salam, se si Allah subhanahu wa taala ka fundos. Pastaj ndërsa tash do t'i lexojmë shqip në mënyrë që ti kuptoni jo, sepse unë lexova vetëm arabisht. Thot Allah subhanahu wa taala shumë kohë më parë ne dërguam Nuhun te populli i tij, ai u tha, un jam ju një paralajmërues i hapët, që të adhuroni vetëm Allahun, përndryshe un kam frikë për ju dënimin e një dite të dhëmshme. Prova është natyra monoteiste në të cilën është krijuar çdo njeri. Pra paria e popullit të tij e caktoi, nuk besoi. Ne shohim se si ti thjesht je një njeri si ne dhe shohim se ty të shkojnë pas vetëm me njerëzit me pavlerë, pa menduar fare. Ne shohim se ti ke diçka më të mirë se ne, madje ju quajmë gënjeshtar. Ai nuk mund ta o problem. Mendoni pak, nëse unë mbështetem në një provë të qartë që më ka ardhur nga Zoti im dhe nëse nga ana e tij më ka ardhur një mëshirë e cila është fshehur nga sytë tuaj, a mund t'ju bëjmë ta pranojni me detyrim provën kur ju e urreni, o problem. Unë për këtë nuk kërkoj nga ju kurfar pasurie. Mua më shpërblen vetëm Allahu. Unë nuk mund ta dëboj nuk mund t'i dëboj ata që besojnë, ata do të takohen me Zotin e tyre, mirë po unë shoh se fatkeqësisht ju jeni populli që nuk dini. O problem, kush do të më mbrojë nga Allahu nëse unë i dëboj besimtarët, a nuk doni të merrni këshill?
unë nuk ju them se e kam thesarin e Allahut, apo që e di të padukshëmën, as nuk them se unë jam angel, e as nuk them atyre të cilët sytë tuaj i nënçmojnë se Allahu nuk do të japë kur fare të mire. Allahu e di më së miri se çka në shpirtet e tyre, atëherë sigurisht që do të isha prej të padrejtve. Ata thanë, o nu, ti na të kundërshtohe neve, mandej e zgjate kundërshtimin, edhe të na godas ajo me çfarë na kërcënon, nëse thua të vërtetën. Nuhu tha, vetëm Allahu do t'ju sjell atë nëse dëshiron, e ju ati nuk mund të ikni. Këshilla ime nuk do t'ju bëj dobi, edhe sikurse të doja t'ju këshilloja, nëse vullneti i Allahut është që t'ju shkatroj, ai është Zoti juaj dhe ju tek ai do të ktheni. Nëse ata thonin, ai e ka trilluar atë, thuaj, e nëse unë e kam trilluar, gjunahu bie mbi mua, e unë jam larg nga gjunat që bëni ju. Dhe Nuhit ju shpall nga populli yt, askush nuk do të besoj përveç atyre që tash kanë besuar. Andaj mos u pikëllo për atë që kanë të bëjnë me ta. Ndërto anijen në mbikëqyrjen dhe udhëzimin ton dhe mos u drejto për ata që janë keqbërës. Ata me siguri do të fundosen. Ai nisi të ndërtonte anijen, sa herë që kalonte pranë tij paria popullit të tij e përqeshte dhe ai u tha, nëse ju talleni me ne, edhe ne do të tallemi me ju ashtu siç talleni ju. Dhe së shpejti me siguri do ta merrni vesh, kjo do ta gjejnë dëshkimi poshtrues dhe mbi kjo do të jetë dënimi i përhershëm. Kur arriti urdhri ynë e uji nisi të gufoj nga sipërfaqja e tokës dhe i tham, ngarkone anije çdo lloj gjallëse nga një çift familjen tënde përveç atyre kundër të cilëve ka qenë fjala e dënimit dhe porosimtarët. Por shumë të pak ishin ata që i kishin besuar atij. Ai tha, hipni në anije me emrin e Allahut, ajo lundron dhe ndalet. Me të vërtetë, Zoti im është falës dhe mishirplot. Dhe ajo lundronte me ata në valët e mëdha e të larta Samalet, ndërsa Nuhu thriste birin e vet, i cili ishte ndarë, o biri im, hip me ne e mos u bëj prej mohuesve. I biri i tha, unë do të strehom në një mal i cili do të më ruaj nga uji. Nuhu ju përgjigj, sot askush nuk do të kursehet nga dënimi i Allahut përveç atij që e mëshiron ai. Një val në mes tyre u ndau dhe ai u fundos. Më pas një zëtiri, o tokë, vulltet ujin tënd dhe ti o qiell ndalo shiun, dhe uji u tërhoq dhe u plotësua urdhri i Allahut, ndërsa një u ndal me malin El Gjudi dhe u tha, larguar qofshin keqbërësin nga mëshira e Allahut. Pastaj Nuhu i u lut Zotit dhe i tha, Zoti im, biri im është nga familja ime, premtimi yt është i vërtetë dhe ti je gjykatësi më i drejtë. Allahu tha, o Nuh, ai nuk është nga familja jote, ai ka bërë punë të keqe, mos pyet për ata që ti nuk di, dhe unë të këshilloj që të mos bëhesh nga të paditurit. Nuh tha, o Zoti im, mbështetem tek ti, por për të mos kërkuar gjëra për të cilat nuk kam dieni, ndërsa nëse ti nuk më fal dhe nuk më mëshiron, do të jem nga të humburit. Atëherë Zoti i tha, o Nuh, zbrit me përshëndetje prej nesh dhe bekime për ty dhe pasardhësit e atyre që ngjenden me ty. Disa popujve pas teje ne do t'ju japim kënaqësi e pastaj do t'i godasim nga ne dënimi i dhëmshëm. Këto janë disa nga lajmet e fshehta që ne t'i shpallim ty, domethënë pejgamberit tonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Këto nuk i ke ditur as ti as populli yt para kësaj shpallje të Kuranit, andaj duro se vërtet në fund fitoria është për besimtarët. Por kjo ishte tregimi që ka të bëjë me Nuhin alayhis salam, që Allah subhanahu wa taala e ka përmend në surën Hud, ku në këto ajete ka treguar gjithsesi se si ka ndodhur mes Nuhit alayhis salam dhe popullit tina, por gjithashtu mes Nuhit alayhis salam edhe birit tina. Nuhi alayhis salam, siç thamë, është edhe pejgamber rasul i dërguar që është dërguar që të thras popullin e vet në besimin e Zotit një pasi ata kishin devijuar dhe i kishin bërë domethënë shok Allahu subhanahu wa taala. Mirë, po populli nuk e pasoi atë, edhe siç dihet, Nuhi alayhis salam ka qëndruar te populli vet, 950 vite. Ka thënë Allah subhanahu wa taala, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 aman fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun."
Ka qëndru Nuhi a.s. 1000 vjet pa 50, domethënë 950 vjet, dhe ka thrit popullin e tij, domethënë Zotin një, mirë po ata nuk i kishin besuar dhe atëherë Allah subhanahu wa taala ka dënuar me një ndëshkim shumë të rëndë dhe ai ishte tufani sepse ata ishin zullumçar. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. Dhe ne i shpëtuam ata dhe banorët e Anijës dhe i kene bërë ata një argument për gjithë botën. Domethënë, Nuhi a.s. ka qëndruar te populli vet 950 vjet ndavet, ndërsa sa ka jetu, Allahu alem. Mirë po 950 vjet ka bërë sabër dhe çdo herë i ka thirrrit popullin e vet në besimin në Zotin një dhe i ka thirrrit popullin e vet që ta adhurojnë Allahun dhe mos t'i bëjnë shirkatina. Mirë po sa herë që i ka thirrrit ndavet Nuhi a.s. popullin e tina, ata e kanë përgënjeshtruar dhe kanë thënë se ata që të pasojnë ty janë njerëz më të pavlerë tek ne. Njerëz më të këqij tek ne apo njerëz më të pavlerë që nuk sepse çdo pejgamber, njerëz më shumë që kanë pasur kanë qenë njerëz të cilët kanë qenë të varfër, njerëz të cilët nuk kanë pas pozitë, nuk kanë qenë mbretëra kështu me radhë. Edhe gjithashtu edhe te pejgamberi alayhis salam kur kanë bërë hijret në Abisini, shokët e pejgamberit alayhis salam, dhe kur ka shkuar Abu Sufjani dhe anku për mi tërheq nga Abisinia, atëherë mbreti i Habeshis kur e ka vet se kush e pason pejgamberin, kanë thonë e pason njerëz më pa vlerë, domethënë, njerëz të thjeshtë, njerëz që cilët nuk kanë pozitë, atëherë ka thonë vërtet gjithë pejgamberët i kanë pasue njerëz të cilët kanë qenë që nuk kanë pas pozitë. Pra edhe Nuhin a.s. e kanë besuar një pakisë shumë e vogël, pra njeri gjithmonë duhet me bë davet, edhe nëse nuk e përkrah kërkush apo nuk uzohet, nuk bëhet sebeb që të uzohet dikush. Sepse Nuhi a.s. 950 vjet e ka thirrë popullin e vet, edhe me gjithë këto vite shumë pak për njerëzve e kanë pranuar domethënë thirrjen e tina, edhe ky afet nuk është dëshpëruar. Dhe sa herë që edhe pas kësaj domethënë 950 vite që ka thirrë popullin e vet Nuhi a.s. atëherë diku Nuhi a.s. është dëshpëruar edhe ju ka lutur Allahu subhanahu wa taala që ta shkatërroj çdo gjë që është edhe që nuk ka besuar, domethënë që Allahu subhanahu wa taala t'i dënoj atë popull i cili nuk i ka besuar. Dhe atëherë Allahu subhanahu wa taala ka urdhëruar se ka thonë se o nu ti pas kësajna që pas kësaj daveti që ke bën, nuk ka më të përgjigj askush, përpas ata të cilët janë përgjigj. Dhe siç e bën Nuhi a.s. djali i tina dhe gruaja e tina kanë qenë prej pa besimtarëve. Edhe pse kanë qenë familja e tina, kanë qenë prej pa besimtarëve. Dhe Allahu subhanahu wa taala ka urdhëruar që edhe këta mund të shkuën, sepse kanë qenë nga mohusit. Mirë po Nuhi a.s. i është lutur Allahut që t'i uzoj ata edhe të kthehen në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Mirë po Allahu subhanahu wa taala i ka vëlluar zemrat e tyre edhe ka vendosur që ata mos të besojnë edhe ata nuk kanë besuar. Dhe për një gjë të tillë janë dënuar, siç është dënuar edhe populli i Nuhit alayhis salam. Dhe Allah subhanahu wa taala pas këtij dëshmimi që Nuhi alayhis salam dhe pas duas që ka bënë Nuhi alayhis salam që mos me lënë në sipërfaqen e tokës asnjë krijesë e cila nuk ka besuar, atëherë Allah subhanahu wa taala e ka urdhëruar që me ndërtua anijen. Sepse e ka vendosur Allah subhanahu wa taala që të dënojë ata me tufan, me ujë. Edhe pas kësajna atëherë Nuhi alayhis salam ja ka filluar me ndërtua anijen. Edhe njerëzit cilët nuk e kanë besuar Nuhit alayhis salam, kanë kalu para Nuhit, e kanë pa që po ndërton anije, po ndërton diçka, edhe nuk kanë pa ujë kërkon, kanë thonë çfarë po ndërton kështu që edhe janë tallë me to. Mirë po Nuhi alayhis salam ja kthye se ju do të po talleni me neve, mirë po ne do të tallemi me ju, domethënë ditën kur do të ndodhë tufani edhe do të shkatërrohen ata. Atëherë Allah subhanahu wa taala pas ndërtimit të anijës e ka urdhëruar që t'i marrë çdo lloj krijese nga dy çifte, nga dy domethënë çift. Edhe i ka urdhëruar që të merr nga shtazët, nga kafshët, nga shpend, edhe besimtarët që e kanë besuar. Mirë po e ka
urdhëruar gjithashtu që mos ta merr fjalën e tij i cili ka qenë pabesimtar, edhe mos t'i merr gruan e tij e cila ka qenë pabesimtare. Edhe atëherë, edhe nga këto, domethënë nga këto krijesa që janë konë qift, ne nuk e dim se cilat saksisht, apo sa veta kanë qenë, apo për njerëzve sa veta kanë qenë, mirë po se kanë qenë 72, 70, disa ka thonë 10 e kështu me radhë. Ndërsa nga ania, siç thuhet, ka qenë 3 katë. Kati i parë, i poshtëm, domethënë kanë qenë krijesat kafshët, kati i mesëm kanë qenë njerëzit dhe kati i sipërm kanë qenë shpenzë. Edhe pas kësajna, kur ka ardhur momenti që Allah subhanahu wa taala ka vendosur me shkatërru popullin e Nuhit, atëherë e ka urdhëruar tokën edhe ka që të del uji, por gjithashtu e ka urdhëruar edhe qiellin që të bie ujë, edhe është mbush gjithë sipërfaqja e tokës me ujë, edhe ka shkatërruar çdo gjë që ka dalë përpara. Siç e dimë na uji, tash siç i shohim katastrofat apo ndollit që ndodhin shpesh nëpër botë, Allah subhanahu wa taala kur dënon një popull, edhe uji shkatërron përpara, shkatërron. Atëherë Nuh alayhis salam ju ka lutur Allah subhanahu wa taala që të jetë edhe biri i tij me ta. Ta pranoj Islamin, domethënë ta pranoj fen edhe biri i tij, ta pranoj Allahun si Zot. Edhe edhe në ato momente ka pa në shkrimin që po vjen, atëherë nuk ka thonë se do të hypim në një kodër ku nuk do të më arrin mua uji e kështu me radhë. Mirë po, Nuh alayhis salam ka përgjigjur se ndëshkimi i Allahut është shumë i rreptë edhe nuk ka kush mbron ty sot përpas Allahut subhanahu wa taala. Dhe një gjë e tillë ka ndodhur, domethënë Allah subhanahu wa taala ka fundosur çdo gjë që ka ekzistuar përpas anijes e cila ka lëndruar mbi ujë. Ndërsa çdo krijesë që ka ekzistuar në tokë dhe çdo gjallësi që ka ekzistuar në tokë, Allah subhanahu wa taala ka shkatërruar. Që pastaj Allah subhanahu wa taala e ka urdhëruar Nuhin alayhis salam që mos t'i lutet atina për ata, për familjen e tij, domethënë që t'i kthejnë në Islam, sepse ata kanë qenë nga mohusit dhe një gjë e tillë ka dashur Allahu subhanahu wa taala që të jenë ata prej mohusve, edhe kjo ka ndodhur, edhe Allah subhanahu wa taala e ka ndëshkuar ata. Ndërsa sa i përket gjallësave që kanë qenë në anije, ne siç tham nuk e dim se sa kanë qenë, mirë po shpesh herë flitën thonje që në anije ka qenë një minje gjarpën, minje e ka shkuar anijen, ndërsa gjarpën e ka më të bijën e kështu me radhë. Këto janë keq nga israeliatët, nga provat që ne nuk kemi argumente që një gjë e tillë ka ndodhur. Gjithashtu Allah subhanahu wa taala ka treguar se edhe gruaja e Nuhit alayhis salam ka qenë nga pabesimtarët, ku ka thënë: "Daraballahu mathalan lil ladhina kafaru imrata Nuhin wa imrata Lut. كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين." Ka thënë Allah e ka marrë si shembull dy shembuj, gruan e Nuhit alayhis salam, e cila ka qenë nga pabesimtarët, po gjithashtu edhe gruan e Lutit alayhis salam. Kanë qenë, domethënë, gratë të dy robërve të Allahut, dy pejgamberëve më të devotshëm, dhe i kanë tradhuar ata. Dhe i kanë përgjigjëstruar ata, nuk kanë besuar domethënë atë. Edhe kjo argumenton se Nuhi alayhis salam, gruaja e Nuhit alayhis salam ka qenë nga pabesimtarët. Kjo është sa i përket Nuhit alayhis salam. Edhe argument se Nuhi alayhis salam harrua me cik më herët, se argument Nuhit që është prej pejgamberëve dhe është pejgamber rasuli i parë. Sepse te kohën e Nuhit nuk ka pas rasul. Për arsye se gjithë ato shejkuj që kanë kaluar, gjithë ato gjenerata, njerëzit kanë besuar në Zot dhe nuk ka pas nevojë me dërgue rasul, por kanë dërguar Allah subhanahu wa taala nebi. Ka dërguar një pejgamber të cilët janë dërguar për mi përmirësu moralin e edukatën e atij populli. Mirë po, Nuhi alayhis salam është pejgamberi i parë, rasuli i parë, dhe për këtë arsye është hadithi i pejgamberit alayhis salam, hadithi i shefatit, ku ditën e gjykimit njerëzimi do të shkojnë tek gjithë pejgamberët, duke filluar nga Ademi alayhis salam deri tek pejgamberi jon i fundit Muhamedi alayhis salam, duke shkuar e thonë, dhe kur të vinte Nuhi alayhis salam i thonë: "O Nuh, ti je pejgamberi apo rasuli i parë, innaka awwal rusul." Ti je rasuli i parë që Allah ka dërguar.
do të ndërmjetësoj tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo është argument që tregon se Allahu subhanahu wa taala ka treguar se Nuhi është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se Nuhi është, domethënë i dërguari i parë, ndërsa Nebi Ademi është si pejgamberi i parë. Dhe për këtë arsye do të më dallu që Nebi ka qenë Ademi, i Shiti, pastaj ka qenë Idrisi alayhis salam, ndërsa Rasul është Nuhi alayhis salam, edhe fillon domethënë në ardhin e tij. Pas kësajna është gjithashtu një tregim tjetër që ja vlen me cek se ata që kanë qenë në anijën e Nuhit alayhis salam kanë shpëtuar, ndërsa çdo gjë që ka ekzistuar në tokë është shkatruar. Ndërsa është interesant se disa nga komentatorët e Kuranit, por gjithashtu edhe disa nga historianë kanë supozuar dhe kanë menduar se ka qenë një nga bijtë e Ademit i cili ka pas emrin Iwaj ibn Anaq apo Inaq. Edhe kjo është nga provat që kanë besuar jehudit dhe krishterët, domethënë nga israeliatët, se ka jetu qysh në kohën e Ademit e deri në kohën e Musës alayhis salam. Dhe thojnë, domethënë këto sepse Allah subhanahu wa taala i ka treguar se jehudit janë populli më i inshallah kur vjen te puna e tregimit të Musait alayhis salam do ta shpjegoj më gjithsesi, mirë po janë njerëz më shumë të shfregohen. Edhe kur i ka urdhëruar Musai alayhis salam që të kthehen në Kuds, kanë thonë shko ti edhe Zoti jot lufton. Sepse në to gjindet që ky farë Iwaj ibn Inaq, i cilin kanë thonë se është i gjatë 3.000 kot. 3.000 kot i vjen dikon 2.000 diçka metra. Qaq i gjatë i madh. Kjo është domethënë tregon se Allah subhanahu wa taala e ka shkatruar çdo gjë që gjendet në tokë, sepse kur i shlut Nuhi alayhis salam për me shkatruar çdo gjë që gjendet në tokë përpos besimtarëve, ka thënë Rabbi la tadar ala al-ardi min al-kafirin dayar. O Zot, mos lën në tokë e cila asnjë shtëpi e cila është pa besimtar. Asnjë pa besimtar mos e lën në tokë. Edhe Allah subhanahu wa taala e ka pranuar doën edhe ka shkatruar çdo gjë që ka ekzistuar në tokë e që nuk ka qenë besimtar. Ndërsa besimtarët kanë shpëtuar në anijën e Nuhit alayhis salam. Dhe pas Nuhit alayhis salam, domethënë kanë jetuar kanë ardhur pasardhës edhe ne jemi domethënë pasardhës e Nuhit alayhis salam. E Nuhi alayhis salam është pasardhës e Ademit alayhis salam, edhe baba i gjithë pejgamberëve apo i gjithë njerëzimit është Ademi alayhis salam, ndërsa Nuhi alayhis salam është konsiderohet si babai i dytë i njerëzimit, për arsye se është ka ndodhur tufani edhe vetëm ata që kanë qenë me Nuhin dhe vitet e tij kanë qenë që kanë jetuar. Domethënë Nuhi alayhis salam ka pas 4 djem, njëri prej tyre ka qenë pa besimtar, ndërsa tre tjerë kanë qenë besimtar, dhe ky dietari ka përmend emrat e tyre, mirë po nuk ka argument që vërtet emrat e tyre kanë qenë ashtu. Pastaj dietari ka përmend gjithashtu edhe se Nuhi alayhis salam, mirë po nuk e di a është e vërteta, nuk është e vërtetë. Më bani Allah se kam harru me këshir se ishte një hadith ku ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Nuhi alayhis salam sa me Nuh ad-dahr illa yawm al-eid wa yawm al-fitr, yawm al-adha. Nuhi alayhis salam e ka agjëruar ton kohën përpos ditën e Bajramit, Kurban Bajramit edhe Fitr Bajramit. Këto dy ditë nuk janë agjëruar, ndërsa ditë të tjera. Mirë po nuk e di për vërtetësinë e këtij hadithi. Kam harruar me këshir sepse s'kam pas shumë kohë son me këshir, mirë po inshallah dersin tjetër kam me këshir këtë hadith, a është i vërtet apo nuk është i vërtet, edhe kam ju tregu. Gjithashtu kish përmend edhe një hadith tjetër ku e ka thënë se Davudi alayhis salam e ka agjëruar gjysmën e kohës, domethënë një ditë po ka agjëruar një ditë jo, Nuhi ka agjëruar gjithë kohën, ndërsa Ibrahimi alayhis salam ka agjëruar çdo 3 ditë. 3 ditë çdo javë i ka agjëruar Ibrahimi alayhis salam, domethënë gjysmën e ka agjëruar, gjysmën nuk ka agjëruar. Kam shkruar edhe këtë hadith, kam vërtetu a është i vërtet apo jo, edhe tani ju tregoj inshallah në dersin e ardhshëm. Dhe kjo është sa i përket Nuhit alayhis salam, ka shumë sene që janë nga israeliotët e nuk vlen më cek për Nuhin alayhis salam, po gjithashtu ka shumë sene që i kanë përmend historian, mirë po ato nuk vlen më cek se nuk kanë baza, domethënë nuk kanë
bazë nga Kurani apo nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo është ajo sa i përket numrit al-Islam, ndërsa javën tjetër inshallah shpjegojmë me pejgamber të tjerë. Kjo është shkurtimisht për arsye se ne po dojmë me mësu historinë e cilën e ka përmend Allah subhanahu wa taala në Kur'an për këta pejgamber, por gjithashtu e ka përmend edhe në hadithet e pejgamberit alayhis salam. Ndërsa israeliotët më kanë përmend veç taktuk në një, sa për me ditë që këto janë nga israeliotët, edhe apo ndonjë israeliot, ndonjë tregim i judive të krishterëve që është i përhapur te populli jon. E që një gjë e tillë, domethënë, është ose është gënjeshtër ndaj atij pejgamberi, ose është domethënë gjë e shpikur ndaj tyre. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.